Lenci? Nëse e pranojmë si aksion që Partia Demokratike është Pse do e këtë foto ndome? Ja ty e shpjegoj diçka. Tjetrën që ishte. Cilën tjetrën? Ato me shigjeta që. Ato me shigjeta. Afruat, por edhe këtë më pas. Ato me kokat prera do Lorenzo. Ma jepni ato që është struktura e nënkretarëve. Strukturë kupola drejtuese e Partisë Demokratike. 5 nënkretarë. Ishte titulli, një më përpara. Pra nëse pranojmë që edhe vetë zgjedhjet, edhe emërimet apo rezultatet e votimit janë në një mënyrë ose një tjetër, ose më saktë kushtëzohen më së shumti nga vullneti i Sali Berishës, atëherë mund dalim në një konkluzion interesant. Sali Berisha bëri fiks atë që bëri Edi Rama në prill të vitit kaluar, kur skicoi emrat e grupit të tij parlamentar, paralajmëruar dhe në studion tuaj që do të jetë një shumicë njerëzish krejtësisht të panjohur. Panjohur, po. Që merita e tyre e vetme është që do të flasin mirë anglisht dhe që nuk do të kenë mëkate. Po. Dhe Sali Berisha, po në këtë korik, bëri atë gjë të cilën Rama refuzoi ta bënte në shtator dhe me qeverinë atë që bëri me grupin parlamentar. Pra mbajti të njëjtën strukturë qeverise, si ajo që kishte në mandatin e tretë, që ju shkurmoq shumë shpejt në harkun e 3-4 muajve. Pra po thuaj që Berisha ka bërë të durën. Dhe nëse i hym psikikës së doktorit tani për të menduar, të tentojmë të mendojmë si ai. Doktori di që shanset e tij për të bërë kryeministër sërish janë zerra. Doktori e di që është kthyer në një bar për partinë ose në një nga ato që mund të quhet një e keqe domosdoshme, sepse vazhdon të jetë i vetmi bosht tek i cili rrotullohen shumë interesa, por dhe besime të sinqerta demokratësh. Por dhe çdo demokrat e di që ai nuk i sjell dot në pushtet. Dhe ai vendosi të bëjë një makjazh të partisë së tij me figura të reja. Shikoni në shumicë njerëzit që e rrethojnë atë janë njerëz të cilët nuk mund të qortohen për mëkate. Nëse nxirrni dhe foton e sekretariatit, janë një sër emrash të cilët asnjëri nuk mund të qortohet, ma mbani po këtu ju lutem. Nuk kanë mëkate. Nuk kanë mëkate. Dhe kjo është. Po ti gazmen Bardhin që ka bërë kallëzim penal për Flamurnokën. Po çfarë mëkati është? Dhe kjo është karta që ka hedhur doktori dhe kjo është paradhënia e një akti politik. Në politik, si rregull dhe jo si përjashtim, politikanët zakonisht nuk mbajnë mend as se si kanë hyrë, as çfarë kanë bërë gjatë asaj kohe, po kryesisht mbajnë mend për mënyrën se si kanë ikur. Dhe në këtë konfiguracion, në këtë polifoto, një çast ka të bëj këtu, po besueshmëria, ka të bëj këtu, po rezonanca me njerëzit, ka të bëj dhe në këtë polifoto që nxjerr, unë shikoj prologun e një lamtumire dhe një distance që doktori do të krijojë gradualisht me partinë e tij. Ai realizoi qëllimin e jetës. Ai duke realizuar qëllimin, më dëgjoj. Ka gjetë pasardhësin. Të lutem. Duke realizuar misionin dhe qëllimin më të lartë të jetës së tij sot. Po, dakor. Nëse sipas te Lenci, zbutjen e non gratës, kalimin e oqeanit, edhe me not do ta bënte po të mundte. Ke thua nëntorin edhe për dhe po të them. Ky është momenti që Sali Berisha. Okej, këtu me këtë kryesi largohet doktori, me këtë. Me këtë kryesi largohet doktori. Pyetja është shumë konkrete. Dhe çfarë largohet doktori me këtë kryesi? Përsëri shumë konkrete. Dhe ku e çon partinë këtu? Dhe shikoni tani këtë parti, sepse kjo është bot kontrasti. Nuk jemi ne më të mirët, po më të mirë se ne s'ka, thotë Edi Rama. Dhe shikoni kontrastin. Më fal. Dhe shikoni kontrastin. Dy ofertat që i afrohen shqiptarëve. Partia Demokratike me njerëz edhe të panjohur, por që s'kan mëkate. Përballë një partie socialiste. Po kush janë panjohur këtu? Këtu janë panjohur 2-3 maksimalisht. Kush janë panjohur? Vetëm njëra. Të njohur janë Vokshi, Bardhi, Noka, edhe Kulliç. Vetëm një është i panjohur. Kthej edhe ke sekretariati dhe shiko. S'është Omor i njohur, s'është Agron i njohur. Kthej edhe ke sekretariati. Po flasim politik. Edhe parti me anonim nuk mund të bëjmë. Është. Ka një gërshetim. Lenci,
ishte Gazmend Bardhi, Belin Kolliçi do moralizoti, Gazmend Bardhi, Belin Kolliçi do moralizoti, Flamur Noka, Agron Gjekmarga nuk është Luciano dhe Oerdi, është Bajaziti dhe Kedhi, Albana është, Besardi është, nuk është Paloka është, Grida më fal. Ka një gërshetim. Pra 1, 2, 3 janë lëvizjet nga kjo. Themi kryetarët, kthehemi tek nëntkryetarët. Tek nëntkryetarët. Ka një gërshetim mes njerëzve që janë relativisht pa njohur dhe atyre të njohur, por që i bashkon kjo gjë që ju thash, mungesa e mëkateve. Dakor, pra, ti po thuaj që ti më the që Berisha po i largohet partisë me të zgjedhje. Dhe unë po them ku po afron nëse largohet Berisha, kush afrohet më Berishës? Unë po ju them që ai do të përqafoj idenë e socialistëve që ishte ide geniale për kohën. Në 93-shin pas arrestimit Fatos Nanos, që ata primus inter parem, i parë me së barabartë. 4 veta do të udhëheqin partinë. Ishte Servet Plumbi, këtu do të jenë 3 veta që do të udhëheqin partinë. Dhe doktori do të jetë presidenti i nderit, sepse ka realizuar misionin më të madh të jetës së tij. Sa zgjati ajo 4 e socialistëve? Deri në 97-ën, kur doli Fatos Nano nga burgu. Po. Po kush do dali nga burgu? Kjo mund të zgjas. Ti si u bën ata? Nuk ka burg më të thellë se mungesa e shpresës. Nuk ka burg më të trash. Ata e morën se do dilte Nano nga burgu. Tani un po të pyes me tjetër skem. Dhe këta do dalin. Do iki Berisha, i cili s'është fare në burg. Sakt, Dhe do dal nga burgu shpresa. Fal. Se ti do të prisin ato. Ata po prisin ato. Tani Lenci do ai do iki vet për të mos ardhur ai dhe për të qëndruar ata që po presin kë, nëse s'është ai. Ja pra ja dëgjoj. Ja cilën. Në qoftë se socialistët. Ja pra ma dëgjoj. Më der ta them unë pra, mos më periferozo. Në qoftë se socialistët nga Amerika. Në qoftë se socialistët. Diçka më kënaq këtu më, Lenci. Do vjen në Amerikë Berisha nuk do kthehet. Më vjen të them raf të pika për Sulon. Jo. Që sot lufton me ty për PD-n. Po këtë i thash edhe këtë i thash për Berishën. Si çka asgjë më çka? Atëherë më dëgjoj. Çka? Socialistët. Na jepni alternativat dhe hajde debatojmë. Socialistët pritën 4 vjet që të dilte Fatos Nano nga burgu që ta bënin kryeministër. Ta do të presin ja 2 vjet që të nxjerrin nga burgu shpresën e demokratëve që ndryshe nuk vin kurrë shpresën për të ardhur në pushtet. Shpresa kush? Si ka mbiemrin? Do presin shpresa pushteti zonjë. Do presin ti shpresa pushteti quhet. Do presin po, është anonime kjo. Jo më shpresa pushteti ka gjë më të madhe më konkrete. Po anonime kjo, nuk ka emër me kë vjet në pushtet. Me që kemi emra këtu. Me ekip tashmë, jo me individin. Nuk ka kryetar kjo parti më, do jetë me ekip. Po më kuptoni çfarë po të them pra? Patjetër po kuptoj. Ti po sikur s'po kupton. Ju këtë bëni vazhdimisht, po. Vështirë kam. Sulo duhet. E di që vështirë është një nivel më lart sa skuptor. Kam pyetje Sulo, mos pyet chatin. Mo përgjigj mua kështu. Bëj shaka. Ike nga parimet vazhdim emrat, na thuaj thuaj, ja ku ke. Kishte parim thuaj, kush mund të ishin alternativa. Kishte parim. Ja mo flasim konkretisht o Grida. Të bëj pyes, po kam 2 orë që po pyes. Sulo se ky nuk e jep, ti e di ka 1000 vjet. E tha Lorenci për parimin në çfarë si bëhet mirë. Sulo që flet për emra, le të na thot emrat. Sali Berisha do vjen në Amerikë. Për jashtim të zonës Vokshi që jam dakord me ty. Sali Berisha do thot. Unë realizova qëllimin tim, i dëshmova shqiptarëve dhe botës që unë nuk kam probleme, që kam qenë i dëshëm. Ato se kishte problem fare ai Lenci, ai tha unë Amerikë. A që kishte problem zonjë. Si kam fare, tha po. Aq problemi kishte zonjë. Problem ai Lenci. Nga Amerika Sali do shpalli Doreshën. Aty në Amerikë do thotë realisht do luaj seriozitetin. Atëherë ndani komplet. E kishte problemin më të madh të jetës së tij. Si? Sepse nuk donte të largohej nga skena politike me atë epitaf në kurit. Shumë element mund mos donte. Pikërisht pra, njeriu që ka hyrë në shpinën e bardhë, i pari nga shqiptarët që solli presidentin amerikan këtu, nuk do t'ja pranonte kur vetes që ti ishte ai probleme përballë.